Erion Velia ende nuk po jep llogari për dëmet më të mëdha që i ka bërë qytetit Tiranës. Erion Velia po akuzohet për korrupsion, për gjëra që i ka bërë, për vjedhjet e qytetarëve të Tiranës. E mos harro, ende nuk ka një akuzë për të për çështjen e 5D-ve. Pra se si drejtorët e tij më të ngushtë vjedhin qytetarët e Tiranës. Madje ka pas një dëshmi në dokumentet që dolën atëherë nga përgjimet, ku dyshoi se Erion Velia ishte pronar i një pallati të madh në Durrës, në Bregdet. Tjetër, nuk po hetohet ende për inceneratorin e Tiranës. Janë harxuar miliona euro për diçka që nuk ekziston, që është në ajër. Po ashtu nuk po hetohet për lejet e panumër të ndërtimit që janë dhënë në Tiranë, kur ai ka pas kompetenca më të gjera nga çka pasur së fundmi. Për asnjë nga këto, Erion Velia ende nuk po hetohet. Për të mos folur pasaj për dëmet e tjera, për dhunën e shfrenuar, shproporcionale që ka ushtruar ndaj banorëve që kanë pas probleme me shpronësimet në Astir, te 5 Maj, me shitësit ambulant në për rrugët e Tiranës. Shteti në shtetin kuptimin e Bashkisë Tiranës, fytyra e Bashkisë Tiranës për njerëzit më të brisht, më nevojë ka qenë dhuna. Ka qenë arroganca, ka qenë dhuna, ka qenë kapja për leckash, ka qenë sekuestrimi i perimeve që ata shistin në rrugë. Secili nga ne ka parë skena të tilla, është indinjuar. Po kjo bashki kaq e dhunshme, ky kryetar bashkie kaq i dhunshëm me qytetarin e thjesht, ka qenë një servil ndaj oligarkëve, ka dhënë leje ndërtimi, ka vjedhur bashkë me ta dhe ende nuk po hetohet për 99% të kusureve që kanë ndaj qytetarëve të Tiranës.